Prandaj jam krenar që në nënshkrimi im nuk është vetëm një nënshkrim aty, se jam gjithë deputet i Kuvendit të Kosovës, por është një nënshkrim ku unë kam një lloj kontributi direkt në fazën finale të përmbylljes së kësaj pavarësie dhe më ka bërë që sot e kësaj dite të qëndroj edhe më tutje i përkushtuar, sikur se kam marrë tek ju me teshat me të cilat e kam shpallë pavarësinë edhe këpucat. Këta janë të ditës së pavarësisë? Po, edhe këpucat i kam të ditës së pavarësisë, të cilat duket më bin ka pak më të ngushta, në atë kohë kam qenë më i dobët me shëndet dhe për 18 vite sa herë që të ketë një përvjetor të tillë, unë i veshi teshat e njëjta, ndoshta ndroj vetëm kravatën, po këmishën, setrën, pantallonat, këpucën, çarapat, edhe këmishën kam gati të njëjtë, nuk dija kam lënë ndonjëherë jo. Ende ruaj me pasion pjesë e kohën. Bravo, sa emocionuese kjo në fakt, shumë simbolike.